sot i rrugës të ardhe ndëgjova në një emision radio, tha, është 6 shkurti dita botërore e optimizmit. Tha, sa mirë, do të vazhdoj me qenë optimist, se nesrit nuk i dihet, kështu që... Çka të prej Zotit? Çka të vjen, mirë se ardh. Mirë se ardh, patjetër. Drejtoresh, sa është vështirë me menaxhu një shkollë? Po mendon me qenë veç drejtore apo me qenë edhe grua? Ajo tani është sfidë në vete. Nëse mendon veç sfidë, po një herë po përqendrohemi te shkolla e mandej dalim edhe te shtëpia. Nëse mendon me qenë veç drejtor, është sfidë pak, është përgjegjësi e madhe. Pastaj për m'ia bë më të lehtë vetes është ajo dashuria për punën. Ai e lani për m'ia dalë ose me bëni ndryshim të vogël ose të madh. Kam zgjedhur atë mënyrën e bashkëudhëheqjes. Kam një staf shumë të mirë. Një administrata, domethënë unë jam e para me një staf të mrekullueshëm. Një sekretar, 2 psikologë shkolle, markatari, janë një ekip super. Pastaj kam kolektivin e mësimdhënësve, edhe ata shumica, një pjesë dërmuese janë ajo mosha më e re, mosha mesme, edhe gjithmonë kur flasim them se na duhet me të vërtet me bë ndryshimin. Me bë ndryshimin për të mirë, shkolla ka kushte sa ka. Po, secili edhe kur vjen puna për një diçka s'është patjetër me prit se shkolla ka buxhet ta bëjmë një diçka të mirë, po mujmë edhe vetë diçka me rregullu për të mirën e fëmijëve, për të mirën e bashkëpunimi është super, mësimdhënës administrat, thash e kam zgjedhur bashkëudhëhecjen. Jo, unë jam drejtor edhe s'ka, po idetë, mendimet, vërejtjet, këshillat, krejt bashkë, për më të mirën. Gjithmonë të mendu edhe të dash të me arrit një diçka të bukur, me bëni diçka të mirë, se jemi pak. Jemi pak. Ajo brenga më e madhe te na është ajo pak që jemi.